إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun Azza wa Jall e lavdrojmë, ata e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jall nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona, atë të cilën na udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa ata të cilën e lënë në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. Paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është ajo shpikura në fe, nga se çdo shpikje në fe është bidat, risi, e çdo risi që në humbje, e çdo humbje që në zjarr të xhehenamit. Allahu na mbrojt neve dhe ju prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që t'ia kemi frikën e Allahut Azza wa Jall me një frikë sinqert, edhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman, t'ia kemi frikën e Allahut Azza wa Jall kudo që t'jemi, edhe të pasojmë të keqen me të mirë, se mira e shlyn të keqen, mirë po të silemi me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Allahu Azza wa Jall kur e dërgoi Musën alayhi salatu wassalam te Firauni, pi kërkon Allahu Azza wa Jall një kërkesë. Pi thot: "Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun." Kur e dërgoi Allahu Azza wa Jall Musën te Firauni që me thirr me besun Allahun Azza wa Jall, edhe me lanët kërnetësinë e Tij në pretendu se ai është Zot, se ai ka gjë në kontroll. Musa për lyp Allahut Azza wa Jall vetëm një kërkesë. Për thot: "Ky është vllau im Haruni, i cili është më orator se unë. A po më çon, po më jep me vete Harunin që të më jetë ndihmëtar, se po kam frikën se më përgënjeshtrojnë Firauni dhe populli i tina." Musa, i dërguar i Allahut Azza wa Jall, njëri prej 5 pejgamberëve të zgjedhur të Allahut Azza wa Jall, për kërkon Allahut Azza wa Jall vetëm një kërkesë. A ka mundësi më mangjit dorën, më më forcu, më më përkra me vllaun tem? Pse? Se njeriu kur është vetën është i dopt, e me vllazni është i fortë. Kur është i vetëm është i lodh, është i pakt. Kur ka domethënë ndihmtar, e ka vllaznillak, e ka bashkim me unitet, aty ka forcë, aty ka fuqi. Por atë Allahu Azza wa Jall kur ja ka përmend disa të mira pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë se huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Allahu Azza wa Jall ka ndihmuar ty me ndihmën e Tij, mirë po me besimtarët të cilët faktikisht jenë bashkuar dhe jenë ardhur pranë teje.
Nga se vëllezër të nderuar, besimtarët funksionojnë kështu, janë si një trup, janë si një ndërtesë ku ato tullat e mbojnë njëra tjetrën. Edhe përderisa janë të tilla, nuk ka rrezik që ka mundësi dikush me i sulmu apo me tentu me i sulmu. Mirë, po kur ndodhe kundërta, faktikisht vetëm lakmita dhe petitet e tjerëve, domethënë shtohen. Edhe jo rastësisht Allahu Azza wa Jall ka udhëruar më u bashku dhe mos më përqa wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dhe të kapnu gjithë bashkani për litarit e Allahut Azza wa Jall e mos u përqani. Nga se vëllezër të nderuar, në bashkim edhe në unitet prej bereqetit bashkimit është se bashkimi është në vetveten e tij është rahmet, ndërsa përçamjet janë azab, janë dënim. Kështu na ka informuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë se bashkimi është rahmet e përçarja është dënim. Prej bereqetit bashkimit është se ndihma e Allahut Azza wa Jall është me ata të cilët janë unik dhe janë bashk. Yedullahi ma'al jamaa, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dora e Allahut, ndihma e Allahut Azza wa Jall është me xhamatin, me ata kur bashkohen, kur janë unik, kur janë si një trup. Dhe për atë ka ndaluar Allahu Azza wa Jall që të përçohemi, se sebepi përçamja është sebep që mu dobësu, që me dështu, që thjesht mos me pas sukses. Wa ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Dhe binduni Allahut, binduni të dërguarit dhe tina dhe mos u përçani. Fatadhhab rihukum, mos u përçani, fatafshalu wa tadhhab rihukum, që faktikisht të dështoni edhe të humbët fuqia, mirë për bëni dërim e bëni sabër, nga se Allahu Azza wa Jall është me ata që të bojnë, dhe me thonë sabër dhe bojnë dërim. Edhe varet vëllezër të nderuar e gjenë, shejtani pe i lakmis më të madhe që e ka te insani, edhe që s'jek dorë kur i pejsajna, është me mujt me e përqa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për fenë islam me që ka ardhur në gadishëm në arabik, që alhamdulillah drita e islamit ka filluar, edhe mi pa frutet e asaj drite dhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë jetës së tij ka treguar se shejtani e ka humbur shpresën, e ka humbur ymydin që në mazdit kanë me adhuru ata të janë nga dishëm në arabik. Mirë, po veçën për një sene se ka humbur shpresën. E të tahrishu bejnehum, që me shti dhe më thonë përçamje mes tyre. Qofse thjesht e ka humbi ymydin se s'ka mundësi mu adhuru ma të qëta që të kanë pranuar islamin dhe të falen, realisht nuk e ka humbi ymydin se ka mundësie me përdor armën tjetër, ajo është me i përqa, me përqa burin pe i grus, me përqa babën pe i djalit, e djalin pe i babës, e vllain pe i vllavët musliman me i bab pike 5. Nga se ka informuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se shejtani e ka fronën e tina mbi ujë, edhe i dërgon ushtrijat e tina baza ditore, në misione të ndryshme me shkatru njerëzimin. Edhe secili vjen i raportojnë fundites me i tregu se që kanë bë. Edhe vjen një prej tyre dhe i tregon se kanë bë këtë, edhe i thët se anë s'pas ke bë. E vjen tjetri thët i kam shku për mas njeriut, edhe e kam cyt, edhe e kam pas tendencë me deviju, deri sa kam arrit me nda prej gruset tina. E thët, e ati, se ti e pas e kry misionin dhe më thonë me pripëkri. Faktikisht, dhe më thonë lëzër të ndërrua prej dëshirave më të mëdhaja të shejtonit, edhe kur e hup i mydin këtë që shejtonin me e ba argat vetin, thjesht mundohet që mës me i lonë rahat, mës mu ba bashk, mos më baj unik, mirë po me u përqa edhe me nda, edhe më ba, dhe më thonë, ashtu si që fatkeqësisht jenë ba bota islame dhe muslimanët në kohën bashkëhore, të cilat janë të ndonë në raca, në gjyra, në kombe, në ide, në rjetime, e kështu më radhë që shumë shtirë është me i gjithë dy muslimë me i ba bashkë.
E për atë vëllezër të nderuar, njeriu duhet kohë pas kohe me trajtu kësi temash, me tregu rëndësinë e unitetit, se dhe pejgamberi Allahut azza wa jall nëse je edhe Musa ka qenë, mirë po s'ka mujt pa e pasur një ndihmtar, atë Harunin vllaun e tij, dhe kjo ka qenë kërkesa e tij. Pejgamberi Allahut azza wa jall ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ka ndihmuar me ndihmën e tij, mirë po e ka ndihmuar edhe me besimtarët. Allahu azza wa jall po na kërkon prej neve që të bashkohemi, mos përçohemi, se sebeb i dështimit ton dhe mos suksesit ton është përçamja, mirë po dhe shejtani dhe të nderuar mas qefti ka të insani kur gjë mos mujt me ba me përqa. E pratë dhe të nderuar, thash duhet me folën këtë temë edhe me i treguar edhe sebepet të cilat të afrojnë e bashkojnë, mirë po dhe sebepet të cilat largojnë edhe ndajnë, edhe të i ceko prej dyja nga dy sebepe. Dy sebepe që bashkojnë edhe dy sebepe që ndajnë. Sebepi i parë, vëllezër të nderuar, që i bashkon besimtarët është ai se besojnë Allahun azza wa jall. Besimi në Allahun azza wa jall është ai i cili i bashkon. Kjo është ajo dashuria më e madhe që faktikisht i udhëheq që me dashur Allahun azza wa jall, edhe me dashur punë që i don Allahu azza wa jall, edhe me dashur njerëz që i don Allahu azza wa jall. Innamal mu'minuna ikhwa. Allahu azza wa jall po thot besimtarët janë vëllezër. El-mu'minuna ba'duhum li ba'din awliya. Besimtari për besimtarin janë mik njëri tjetrit. Besimtari i cili beson në Allahun azza wa jall, besimi i tij na shtyn që me dash vllaut vet pej të mira atë që dën vetes së tij. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Askush nuk ka besuar për juve përderisa mos ja dën vllaut të vet atë që ja dën vetes së tij. Qofse njerëz i bashkon gjaku, i bashkon raca, i bashkon komsia, dhe më thonë besimtarit i bashkon Allahu dhe besimin e një, se besojnë se një Allah e besojnë, një Allah e adhurojnë, një Allah e madhrojnë, një Allah i binden, një Allah kanë mu taku me të dhe shpesojnë që një falë Allahu azza wa jall gjunahet. Pra thjesht besimi është në Allahun pika e parë që i bashkon besimtarët, pavarësisht se çfarë race, çfarë ngjyre, çfarë nacionaliteti kanë, prej atje në lindjen e largët e deri këtu te na, thjesht ajo që na bashkon është fjala la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Çështja e dytë, vëllezër të nderuar, që na bashkon neve si besimtar, na bashkon frymëzimi që Allahu azza wa jalla ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shpallja, Kurani dhe Suneti, atë që e ka cekur Allahu azza wa jall, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dhe kapuni gjithë për litarit Allahut azza wa jall. Litari Allahut azza wa jall është Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se gjithë ne kemi idetë tona, gjithë ne kemi mendimet tona, mendim jem ka mundësi mos më qenë mendim jot, e kështu me radhë. Mirë pa i cili thjesht na gjykon mes meje dhe teje, edhe me tregu se ku është e vërteta, është Kurani dhe Suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra atë, qofse i kthehemi Kurani dhe Sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aty arritëm unitetin dhe bashkimin. E dy çështje vëllezër të nderuar që faktikisht shkaktojnë përçarje në fenë tonë dhe mes muslimanëve, janë e para se shpesh disa njerëz ju përzihet e vërteta me të kotën, edhe nuk mundet me i dallu, pavarësisht se vërteta ka dritën e vet. Mirë po, mos përkushtimi i mjaftueshëm që me kërku të vërtetën, ashtu si kërkohet me tërqenjen e tina, me bindje, me kuptim dhe vepër. Mirë po duke qenë ndoshta edhe njerë edhe përzgjedhës, se me pasu diçka e me lënë diçka, shpesh njerëzve ju turbullohet çështja edhe nuk e din thash se ku është e vërteta, edhe pse thash e vërteta ka dritën e vet. Pra Allahu azza kur na ka folur për popujt para neve, wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum, dhe për ata prej atyre të cilët thonin se jemi krishterë, e marrën besën prej tyre, fanesu hadhan mimma dhukiru, e harun një pjesë prej asaj që u përkujtuan me të.
فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة edhe bëm që me pas armiqësi dhe urrejtjen mes tyre deri në ditën e gjykimit. Si filluan që mos me kërku të vërtetën që duhet, mirë po me kam përzgjedhës një pjesë me praktiku, e tjetrën me elon, e masandej me pretendu se nuk është çështja e qartë, faktikisht Allahu Azza wa Jall i dënoi me domethënë urrejtje dhe armiqësi mes tyre deri në ditën e gjykimit. E njëjti sebeb nuk është vetëm për ta, po edhe te na. Mos kërkimit të vërtetës ashtu siç duhet, dhe thjesht përzierja e çështjeve na shkakton domethënë përçamje, edhe e fundit vëllezër të nderuar që shkakton përçamje është jo një jetë e mirë. Kur fillon interesi me hyrje në çështje, kur fillon domethënë njeriu me i pasu epshet e veta, edhe mos me kon qëllimi i tij final që me arrit vërtetën, mirë po me arrit interesat e veta, faktikisht aty ma nuk ka unitet, aty vetëm ka përçamje, nga se nuk japet përparësi më të vërtetës e shariatit, mirë po japet interesit e epsheve, e dunjas, e prapë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej çështjeve që mas rreziku ja ka pasë metit vet ka qenë çështja e dunjas. Ka thonë pasha Zotin, nuk e kam detën dhe frikën për juve dhe më thonë varfrin. Mirë po kam dunjan që t'ju hapet dunjaja, t'ju qelet dunjaja, ashtu si është dhënë atyre para jush, e të filloni të garoni në të, ashtu si që kanë garuar ata para jush, e të shkatruhni si jenë shkatruar edhe ata para jush. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na i bashkon zemrat, të i bashkon muslimanët, të ja përmirëson halin dhe gjendjen kudo që të jenë, na largon nga errësira në dritë, na largon nga çdo e keqe dhe çdo mëkat. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Vëllezër të nderuar, Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka informuar se shejtani ka rrugë të ndryshme përmes të cilave synon me cyt njeriu dhe me deviju dhe me largu nga rruga e vërtetë dhe nga rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në forma të ndryshme, me joshje të ndryshme, që thjesht ndërmjetëson mes njeriu dhe të vërtetës. Tregon Abdullah ibn Mas'udi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë kishte marrë një shkop, edhe kishte bë një vit të drejtë në zallë, në rër. Edhe po thotë, kjo është rruga jam. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Dhe kjo është rruga ime e drejtë, e atë pasoni, e mos i pasoni këto rrugicat e të përçoheni. E mos andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam karshi kësaj vizë drejtë e cila tha është rruga ime, pi bën të viza të tjera edhe po tregon se në fund të kësaj këtyre rrugëve në secilën prej tyre është një shejtan i cili i thjen njerëzit dhe josh me shku asaj rrugës. E që realisht, qëto rrugë, do më thonë, argat e tyre shejtani, a i cili josh është shejtani, mirë po gjitha jenë rrugica, gjitha jenë përçarje, e rruga e drejt, e rruga e unitetit, rruga e bashkimit, është vetëm rruga Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe rruga e vetme, e cila ka mbetur e hapur për të Allahu azza wa jalla është pikërisht rruga e Allahut dhe rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë duhet me zgjedh në parim, mirë po ndonjëherë nëse ka mundësi me pas mos pajtime mes vetes, gjithmonë duhet me pas pikë referencë Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç na ka mësuar Allahu kur ka thonë fe in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Nëse ndonjëherë keni mos pajtime, edhe pse fillimisht e keni zgjedh Kur'anin dhe Sunetin, mirë po ka mundësi me pas divergjenca në ide dhe në mendime, dhe keni domosdoshmë mos pajtime, kthehuni te Allahu dhe pejgamberi, ktheni te Allahu te Kur'ani,
kthehemi te pejgamberi sa gjallë e mazlekës pejgamberit, te sunetit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nga se kjo është më e mirë për juve, qofse besoni në Allahun dhe ditën e gjykimit. Kjo është e para dhe e dyta, vëllezër të nderuar, kemi një kërkesë nga Këshilli i Bashkisë Islame dhe nga, domethënë, Ujëseci Regjional i Mitrovicës, pasi që e dim që është kohë vape dhe shtohet kërkesa për ujë. Thjesht është një apel, fillimisht apel i joni si musliman, si xhallar, me tregu begatin e të pasurit ujë. Se sa është begatia e madhe në vazhdimsi me pas 24 orë në 7 ditë me pas vazhdimisht ujë. Edhe atë me lehtësinë më të madhe, pa pas nevojë se prind ton apo pas arsit ton që me shku ndoshta me qindra metra, ndoshta me kilometra me pas ujë, mirë po vetëm me lëviz rubinetin edhe po pas ujë. E do të me llogarit se kjo është begati që edhe sot asoj dite ka shumë njerëz që janë privuar për kësaj begatie. Allahu azza ka thonë: "Wala thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im", dhe ditën e gjykimit do të pyeteni, do të merrni llogari për begatit. E shumë prej komentatorëve të Kuranit ka thonë për ujin e ftoftë që e pini. Pra thjesht duhet me pas konsiderat çështjen se çfarë begatie e madhe është me pas ujë. Edhe e dyta, nëse kemi këtë begati, ashtu si çdo begati tjetër, nuk duhet me keq përdorur vëllezër të nderuar. Neve selefë o dietarët na kanë mësuar që mos me bën masraf njeriu, edhe nëse është në bregdet, edhe nëse është pranë detit. Mos me bën masraf edhe me tepruar, me keq përdor, e jo më domethënë vendet tona, kështu që kërkesa edhe jonja, edhe e Ujësecit Regjional është që me e pas konsiderat këtë begati, me qenë falenderus ndaj Allahut azza wa jall për këtë begati. Mos me keq përdor këtë begati, mirë po ai i cili shfrytëzon vëllezër të nderuar këtë begati, thjesht për këtë begati punohet dhe shpenzohet, edhe pra duhet me paguar, se për ndryshe nëse runa zot e shfrytëzojmë nuk e paguajmë, faktikisht jemi të shfrytëzuar diçka pa hak, edhe do të japim llogari nesër në ditën e gjykimit. Allahu na vetëdijsoft, Allahu na përmirësoft gjendjen tonë, na vetëdijsoft që të njohim begatitë e Allahut azza wa jall, të vlerësojmë ato, të jemi falënderues për to, mirë po edhe mos i him hak kërkujna, edhe mos i bëjmë zullum, se për çdo gjë kemi me dhënë përgjegjësi. Allahu azza wa jall na fal neve, na i fal prindërit tonë, i fal këtë muslimanë në përgjithësi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.